Ty po t'jap edhe 2 bëj 5. Jo, qarë. Kjo është një kënaqësive kështu. I nderuar zoti kryetar dhe meritos se për 2 minuta. Të nderuar kolegë, unë jam një nga firmatarët e emocionit të debatit, të thoja, jo pa rrëzimi, por debatit për zotin Rakipi dhe për institucionet e prokurisë, institucionet e akuzës përgjithësi. Dhe unë jam i bindur që në qoftë se këtu do flisim sinqerisht të gjithë, zoti Rakipi në një farë mënyrë i ka mbushur ditët e veta. Por jo sot, i ka kohë që i ka mbushur. I ka mbushur që ditën që do thoja unë përveç mungesës një 5 vjeçari në cilën s'ka marrë pjesë në asnjë nga gjyqjet e mëdha apo nga akuzat e mëdha dhe nuk flas për këto shekullin e që thon këtu, po sidoqoftë ka ndodhur ngjarje tragjike në Shqipëri dhe nuk kemi asnjë lloj rezultati. Kemi një kriminalitet goxha të zgjeruar dhe nuk kemi asnjë lloj rezultati kundër kësaj pune. Megjithëse nuk jam dakord me shumë kolegë deputet këtu që seancën kundër zotit Rakipi në një farë mënyrë e kthyen në një seancë kundër Shqipërisë dhe imazhit të saj. Domethënë duke përmendur këtu trafik grashe, mish i bardhë dhe fëmish, edhe zhuli domethënë që i hudhet e balë Shqipërisë, e cila nuk i hiqet vullai. Domethënë secili që nga kjo tribun pështyn vendin e vet, ti je i sigurt që do të bimbi kokë pështyma. Kupto. Kjo do thoja unë që gjyqin kundër një shqiptari ta bëjmë ne shqiptarët brenda vetes tonë, po jo ta bëjmë kështu duke sharë Shqipërinë, sepse është një krim i madh që nuk na falet asnjërit. Ne e dim që kusuret tona të gjitha, hallet dhe problemet tona. Po të degenerojmë për efekt politike dhe sherrë që kemi disë njëri tjetrit për ta shkatarruar imazhin e Shqipërisë në këtë formë, përpara të gjithëve, kjo besoj që nuk është detyrë asnjë njeriu që është deputet dhe patriot. Edhe unë gjykoj që jo se dua të mbuloj sherrët që ka dhe problemet që ka Shqipëria, po besoj që nuk e meriton një lum kaq të madh si për vetes vet. E mbylla këtë parantezën e patetizmit patriotik, po e quajmë, por mendoj që ja vle. Tani të flasim, thash edhe një herë që zoti Rakipi ka mbyll ditët e veta që ditën që pinte kafe, bënte pushime me narkotrafikantët. Ky është një realitet që duhet e kemi qartë gjithë. Mirë po, askush në atë kohë, as nga opozita, mundet nga opozita një lloj reaksioni, as nga opozita nuk pati këtë lloj reaksioni që kemi sot të egër, edhe të shumë të dhunshëm në një farë mënyrë. E them këtë sepse gjykoj që jo një njeri relativisht i vogël si zoti Rakipi, po një njeri relativisht i madh dhe shumë i madh si zoti Vili Brandt, dha dorëheqjen sepse një këshilltar i vet na kishte qenë një ditë spion i Stasit. Zoti Rakipi nuk shqetësua për dhënë ndërheqjen, pavarësisht se kishte pushuar në vilet e narkotrafikantëve drejt. Kjo ishte dita që politika shqiptare i kërkonte dorëheqjen zotit Rakipi. Në fakt ndodhi krejt e kundërta. Atëherë ishim të gjithë të qetë, nuk u shqetësuam shumë, nuk ndodhi një hata e madhe. Një ditë të bukur ku zoti Rakipi në hap ca letra kesh dhe ai zotëria e drejtorës të keshit në hapin ca letra për zotin Nano, shohim që kemi një reakcion tepër të madh. U them që ky nuk është momenti më i mirë dhe kjo nuk është forma më e mirë për të rindërtuar institucionin e akuzës, besimin ke elementet e prokurorisë, ke institucioni i prokurorisë që ka shteti shqiptar. Prandaj unë këtu, nga ato 3 minutat e mia me gjithë zemërgjërsinë, do të thoja. Të nderuar zotërinj koleg, po tjetë për personin tim, zoti Rakipi thash edhe një herë, i ka mbushur ditët e veta. Por nuk është kjo dita për të mbyllur. Ky ka hapur ca letra ky zotëri. Ti mbyll këto letra. Ti jap një 3 muaj kohë. Ne jemi po këtu, po ky parlament, ta gjykojmë. Edhe kemi drejt të gjykojmë. Këto zotërit e keshit i kanë vjedhur këto milionat apo si kanë vjedhur? Këto zotërit drejtues Partisë Socialiste kanë dashur të pastrojnë do miliardat apo s'kan dashur? Dhe atëherë kemi drejt të themi, zoti Rakipi dhe institucionit, o ti je një instrument politik vegël qorre e një grupi caktuar brenda Partisë Socialiste, o ju me gjithmend pas këtë dash me fillu një mas 5
vjet gjumi, letargjie, që e këtë zgjuar, dhe ne ju japin paktën një 3 muaj që të rrini zgjuar, dhe ta shohim deri ku shkoni. Dhe kjo është drejta jonë. Mas 3 muajve jemi po ne që jemi këtu. Ndërsa, në këtë lloj mënyre, vërtet që zoti Rakipit jeni të sigurt, dhe edhe unë jam i sigurt personalisht, që ka një ngarkesë politike ndaj një grupi caktuar brenda Partisë Socialiste, e besoj që për këtë jemi mirë. Por dhe ai që do të vinë brenda zotit Rakipit, mos jeni të çuditur që do të ketë një ngarkesë, po kaq pozitive ose negative, quheni si doni, ndaj një grupi tjetër brenda Partisë Socialiste. Dhe ne nuk bëjmë gjë tjetër këtu si institucion, si parlament, hymë në një lojë të ngatëruar brenda Partisë Socialiste. Ndërsa unë do thoja, ky zotëri ka hap 3 letra, t'i japim kohën për t'i mbyllur, ne jemi prapë këtu për të vendosur se si shkojnë punët. Ndryshe ne nuk bëjmë gjë tjetër, vetëm djegim lojën të cilën e kanë hapur disa grupe caktuara brenda Partisë Socialiste, dhe që unë shikoj me fatkeqësi që i shkon brapa edhe një pjesë e opozitës shqiptare. Thash, për mu, zoti Rakipi ka kohë që i ka mbush ditë e vetra. Po askush nuk ka reguar ditën që i mbushi ditët. Po flasim sot mbas kaq kohëve për të rikthyer kësaj teme. Atëherë unë ju ftoj edhe një herë të reflektoni me gjatësi. Propozimi është ky. 3 muaj kohë, brenda 3 muajve kemi mundësi të përmirësojmë dhe një pjesë të ligjeve antikorrupsion. Ndoshta do të bëjmë edhe ndonjë lloj komisioni, siç janë propozohen tu shumë herë, megjithëse personalisht nuk kam ndonjë besim. Ai Churchill, zoti i nderuar atje që drejtonte Britaninë e Madhe, thotë, nëse doni të mbysni një gjë, ta varrosni përfundimisht, ngrini një komision parlamentar. Që ju nuk kam besim shumë në këtë çështje. Ju faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Meta, përgatitet zoti Shpëtim Rroqi.